Atëherë, sa për Big Brother të më parshme, ne kemi patur Ilnisën aty, kemi patur këtë vite dhe Serlon. Shiko, kjo, deri dikuja ka për vetës. Po, dakord. Nuk ishte një figurë shumë e pëlqyer për tu parë. Kishte shumë ligësi brenda saj. Mendoj unë. Edhe unë ashtu mendoj. Mendoj unë. Tani kur së duan as qend. E ka fshën gjeni për prandaj e thash. Po. Atëherë, së fundmi, Viserlo ka folur për marrëdhënien e tij me Ilnisën. Me sa duket, këta të dy pas kanë qenë shok, goxha shok. Dhe Viserlo e komentoi prishjen e miqësisë sikur Ilnisa filloi me xhelozitë e saj dhe thjesht një ditë pa pritur Viserlo e pa veten blok. Një kishte bërë Ilnisa blok. Tani, e para punës, unë nuk mendoj në fakt se miqësia e tyre do... Edhe në qoftë se ishin miq, nuk mendoj se do vazhdonte, sepse janë të dy njësoj. Të dy acarus. Kështu që njëri do acaron të tjetrin më shumë se ç'duhet. Në këtë rast të acaroj Viserlo Ilnisën më shumë se ç'duhet. Janë edhe lloj vet këta. Po, por realisht unë nuk e kuptoj këtë blokun. Blokun e kotë, se të ngacmon dikush edhe të rritë të shkruan gjithë kohës se kështu jam dakord t'i bëm blok. Po kur tjetri nuk ta varë, për çfarë duhet t'i bësh blok? Çfarë mendon ti Greta për blokun? Është gjendje emocionale e njeriu që në momentin që bën blok duket sikur ja ka menderosur ky i pari. Po nuk e kupton, më duket shumë fëminore, shumë veprim adoleshentësh. Do të thënë zura unë me ty, të bëj blokun ty. Ty asë nuk e kem plan me më shkryt në i herë, nuk e kem plan të më shkruash, po më prapë bëj blok ty. Sepse të bën të ndjesh mirë, pra duke qenë se e di që unë nuk do të shkruaj dhe ti ndjesh rehat që kjo s'mund të më shkruaj tani se i bëra unë blok, jo se ajo s'do të më shkruante. Në sytë e mirë duket thjesht një veprim psikologjia e njeriu. Më jam dakord, po është mundja, gjë e madhe. Nice, mundja gjë e madhe, se në fund ditës Viserlo nuk gjente dot një Instagram tjetër falso që ti shkruante. Okej.